Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jam i dashuruar me ish të dashurën e Nipit. Aktori i njohur i serialeve habit me deklaratën. Aktori dhe komediani i njohur amerikan Damon Wayans ka habitur publikun me rrëfimin e tij të fundit personal. Gjatë një interviste të realizuar, ai pranoi se është në një lidhje me ish të dashurën e Nipit të tij. Jam dashurar me një vajzë që më parë ka qenë me nipin tim. E di që tingëllon çuditshëm, por kështu ndodhi, tha aktori duke shtuar se ndjenja ishte e ndërsjellët dhe e natyrshme. Wayans, i njohur për rolet e tij në komedi të suksesshme dhe për stilin e drejtë për drejtë, u shpreh se nuk ka ndjerë ndonjë faje për këtë lidhje dhe se nipi i tij është në dijeni të gjithçkaje. Ky rrëfim ka nxitur reagime të shumta në rrjet, ku ndjekësit janë ndarë mes mbështetjes dhe kritikave. Ndërkohë, vetë aktori duket i vendosur të ndjek zemrën e tij pavarësisht se kë ka lënë pas si histori.